Po, unë dalova nga policia. Po? Edhe më morëm. U putëm brenda, mbasi i kishin marrë, më erdhi dhe më tha që na ka ndodhur një problemi, tash çfarë problemi? Na kanë marrë fëmijë, qysh i kanë marrë? Na i morën asistent social dhe tha se baba im ka firmosur tha që unë nuk i mbaj dot. Derisa kur unë takohesha me fëmijë qanë. Dhe një vit e gjysmë po thuaj se qëndrova që i takoja fëmijët, pastaj mua më kanë kapur automatikisht, më kanë dhënë eksplos. Kjo ishte një lojë e shtetit italian. Nuk tregoni motivet, thoshin vetëm keq trajtim. Qa kujton nga të 3 fëmijët? Është e kuptueshme.